Përshëndetje. Narcistët apo edhe narcistet flasin një gjuhë tjetër, nuk e flasin gjuhën që e flasim ne. Ata kanë krejt një tjetër gjuhë me të cilën ata diçka tjetër mendojnë, diçka tjetër flasin, kurse diçka krejt tjetër kuptojmë ne. Dhe kështu që është një trekanç në të cilin lëviz marrëdhënia jonë me ta pa marrë parasysh a është partneri, nëna, babai, motra, apo kush do qoftë, ata flasin një tjetër gjuhë, për atë edhe ne nuk kuptohemi. Nëse, për shembull, një partner apo një i cili dëshiron patjetër të hyjë në lidhje me juve, rastësisht ju thot se vije ashtu fjala dhe thot se mua nuk më do askush dhe deri tani unë nuk është se dhe kam pasur lidhje të shumta për shkak se jam i shëmtuar dhe mua nuk më don askush. Në radhë të parë, kjo fjalë femrën që e ka ai përballë do ta bëj që ajo të mendoj të thotë se o sa i mirë që qenë ka, o sa i thjesht, para mendoje nuk don që të lavdroj vetveten, këtë njeri e dua, këtë njeri dua ta kem pranë. Dhe narcisti në vete mendon, para se ta kishte thënë këtë fjalë, thotë se a më duhet mua shumë që a duhet unë shumë që të sakrifikoj vetveten, që të manipuloj shumë, që viktima të më takoj mua. Dhe përmes përgjigjes që i jep ajo, nëse viktima për shembull femra përballë që e ka ai tani, apo edhe mashkulli, ju mund ta ktheni lirisht edhe sikur këtë e ka thënë një femër, ajo nëse rastësisht thot se si është e mundur, si thua kështu, ti me të vërtet je i bukur, çdo gjë te ti është perfekte, dhe kjo i duhet një narcistje apo një narcisti dhe ai do të thotë se mua nuk më duhet edhe shumë punë dhe këtë përgjigje e ka kërkuar. Kurse femra apo mashkulli i cili është në atë takim, ai sa po i dëgjon këto fjalë, nëse ai ka një vetbesim të fortë dhe kjo pyetja ose përgjigja që thot narcisti se unë jam i shëmtuar dhe nuk më do askush, atëherë atë do ta bëj që të mendoj se diçka me te nuk është në rregull. Një njeri që nuk e do vetveten, nuk i pëlqej vetvetja, atëherë çka më duhet mua. Kështu që narcistët bëjnë lojë fjalësh dhe një manipulim në mënyrë shumë tinxare që nuk mund ta kuptoj secili. Për ata edhe narcistët i mendojnë mirë se çka flasin dhe pikërisht para se të bëjnë një pyetje ose të japin një përgjigje, ata gjithmonë mendojnë diçka tjetër. Çka fshehet pas narcizmit? Askush më bukur, askush më mirë, deri tani unë mund do të thoja lirisht se me mira video kam dëgjuar në anglisht, në gjermanisht dhe libra, pasi edhe vetë punoj në bibliotek, informata të pafundme kam marrë dhe mund të them me plot besim se narcistët janë diçka e veçantë dhe asnjëherë nuk duhet që të trajtohen si një njeri normal dhe duhet që shoqëria apo vendi apo ku ata punojnë, familja, ta dinë se kanë të bëjnë me një njeri të veçantë në mënyrën se si vepron, në mënyrën se si i qaset njerëzve, në mënyrën se si ai e sheh jetën, si i sheh gjërat.
Mua gjithmonë kjo më ka interesuar. Unë e di dhe i kam përjetuar në lëkurën time se si vepron një narcist apo edhe një narciste, qoftë ajo nëna, motra, dhe e di fort mirë se deri ku dhe çka janë në gjendje të bëjnë. Mirë po, gjithmonë kam qenë e interesuar çka fshehet pas gjithë maskave, pas gjithë manipulimit, pas gjithë çdo gjëje që narcistët e bëjnë dhe fshehen. Dhe gjithmonë më ka interesu, e di fort mirë se çka bëjnë dhe si veprojnë dhe krejt, mirë po pse dhe kush është pas maskës, gjithmonë më ka interesuar. Dhe shpesh edhe Zotit jam lutur, kam thënë, o Zot i madh, më ndihmo të di se kush fshehet mbas maskës, se një narcisti, apo një nëne narciste, apo një motre narciste, çka fshehet mbas atij profilit, mbas asaj maske. Dhe askush deri më tani nuk më ka dhënë përgjigje më të kapshme, më se sa Sam Vaknin. Sam Vaknin, kërkoni edhe në Google, është një narcist disa herë i diagnostifikuar nga psikolog të ndryshëm, për shkak se mënyra se si ai e ka shpjeguar narcizmin i ka bërë edhe psikologët, edhe psikiatrët, edhe ata që merren me narcizmin, që disa herë ta fusin në teste dhe të zbulojnë se çka flet ky. Mos është ky një psikopat, mos është diçka që po flet që nuk ka të bëjë me narcizmin. Mirë po, ai është disa herë i diagnostifikuar me DSM-5, do të thotë narcist që i plotson të gjitha kushtet. Dhe ai tregon atë krejt komplet çka fshehet pas maskës. Unë kur të kam kohë, do të bëj video ku Sam flet në gjuhën angleze dhe unë do ta ndjek në gjuhën shqipe. Mirë po mua koha nuk më premton që t'i përkthej videot e tij dhe do ta gjeni atë bërthamen për të gjithë ata të cilët janë të interesuar, se ka njerëz që ndoshta nuk i intereson se çka fshehet pas maskës, dhe ju intereson vetëm se si vepron, se si të mbrohet, se si të vej kufit, se si ta kaloj përditshmërinë me ta, mirë po nuk i intereson fort se çka fshehet pas maskës. Dhe Sam Vaknin e shpjegon pikërisht atë fshehtësinë se çka ka aty brenda. Ai në mënyrë shumë precize thot. Ai keni parë thot ato figurat që i kanë rusët si lloj kukulla të vogla, që në fillim është një e vogël dhe vazhdimisht vjen duke u rritur derisa është një e madhe. Thot pikërisht ajo kukulla e vogël në fillim thot është narcisti. Ai është profili atje brenda, ai fëmia thot i frikshëm, i cili ka pësuar të merrin, ose mënyra se si është krijuar në mënyrë shumë të veçantë thot, ka vërë thot për çdo vit ose çdo 5 vite një maskë të re, dhe është rritur, maskat e tij janë aq të rritura, thot që ai për asnjë mënyrë, asnjëherë thot nuk do të lejoj që askush t'ja zbuloj, t'ja heq ato maskat e ta zbuloj se atje poshtë është dikush që ti nuk mund të kërkosh prej tij që të duaj, është dikush që nuk mund të kërkosh prej tij thot që të thuash jo, thot unë s'u lë fëmijët pa baba, thot cilin baba, unë thot vetë jam një i tillë, thot një baba thot që emocionalisht është një fëmijë thot 3 deri në 9 vjeç maksimum thot, dhe ati babaj thot ti don mja për atë thot ti rrin thot me te dhe don thot që ai të doj fëmijët e tu, ose dhe kështu që ata që e din gjuhën angleze, kanë interesim. Unë nuk dua të bëj video të gjata sepse kam dyshimin se njerëzit nuk kanë edhe aq shumë kohë të merren me to, dhe ju që dëshironi të dëgjoni prej dorës, Sam Vaknin nuk është vetëm një
një nga të tjerët të cilët flasin mbi narcizmin, ai është një gjeni i cili IQ-ja apo ajo e inteligjencës e tij shkon tek njerëzit më inteligjent në botë. Ai sa e kam dëgjuar unë edhe në Google jep informata se ai ka qenë edhe një ndër këshilltarët e qeverisë së Maqedonisë një kohë të gjatë. Dhe kështu që mirë po tani ai ka shkruar libra, mban seminare, ai tani punon në ngushtë me psikologët, me psikiatrët të tjerë dhe ai thot se dëmin thot që unë ju kam shkaktuar njerëzve thot femrave që thot pa ndërprej thot kam mosh dashur thot një femër e tjetër thot që më jap atë që unë kam qenë në kërkim dhe simas Sam Vaknin edhe vetë do ta shihni Sam Vaknin thot se narcistët kërkojnë vetëm një nën dhe asgjë tjetër në jetën e tyre me të cilën thot do t'i kalojnë proceset që nuk i kanë kaluar me nënën e vetë biologjike dhe thot se çdo lidhje është e dështuar me narcistët sepse ata në fillim do t'ju duan, do t'ju lartësojnë, do t'ju bëjnë të ndiheni edhe ajo që nuk jeni në realitet, siç bën njeriu për nënën, mirë po ngadal një narcist dëshiron që të shkëputet thot të ketë një diskat prej nënës dhe e provokon atë shkon për shembull me femra tjera dhe e provokon atë shkëputjen për ta krijuar një personalitet të vetin, të cilit për shkak se narcistët nuk kanë një personalitet, ata e kanë një personalitet falso që e kanë krijuar, sikur ato maska që i përmenda dhe ky është për brenda instinkti i tij e kërkon një pavarësi që se ka pasur. Ai ka qenë një me nënën e vetë, në barkun e nënës siç dihet, mirë po nuk ka arritur sepse ati nuk i është mundësuar një shkëputje normale siç e bëjmë ne me fëmijët. Ne ju e dini fort mirë se me siguri secilla nën e din se vije koha kur fëmia fillon që të shkëputet nga ti dhe thot ti nuk je mirë thot unë jam mirë, unë dua këtë, unë dhe fillon ta krijoj atë pavarësinë e vet, personalitetin e vet me të cilin ka ardhur në këtë botë dhe don që të jetë unikat. Dhe këtë nuk e kanë narcistët. Mund t'ju them me besueshmëri më të madhe ku nuk ka, ata kanë vetëm maskat dhe atyre në mungon. Ata, siç thot Sam, unë kam provuar thot, me të gjitha femrat, njëjtën mënyrë thot, kam menduar se armiku im më i madh është femra ose gruaja me të cilën jam lidhur dhe ajo nuk më lejon të marr frymë, ajo më kontrollon çdo hap. Ajo është ajo për shkak se mos të ishe kjo, unë do të pambarësohesha, unë do ta kisha atë personalitetin tim dhe vazhdimisht i kam ndruar gratat prej njerës një tjetrën, prej njerës një tjetrën. Mirë po, ai krijimi personalitetit, ajo mënyra normale, koha ka ikur, nuk kthehet më, është proces natyror, shkëputja nga nëna. I ka ato kriteret e veta, pa marrë parasysh a është perfekte apo jo perfekte, secili fëmijë arrin në mënyrë natyrore të shkëputet nga nëna dhe të jetë një personalitet i veçantë, kurse narcistët nuk e arrin këtë. Ata nga dhimbja që kanë përjetuar, nga mos pasja mundësi që të jenë vetvetja, ata kanë krijuar atë vetën falso për mos t'u lënduar, andaj edhe unë ju them që nëse juve ju intereson më tepër se si janë krijuar, se si çka fshehet pas perdeve, atëherë ndiqeni Sam Vaknin. Derisa unë të gjej kohën për shkak se ju kam thënë edhe në videot e hershme, unë kam një punë, unë nuk mund të jetoj pasi që kam pak abonent dhe pak like, siç e din secili se sa më shumë abonent që bëhemi, sa më shumë like, YouTube i riposton videot e mia, i lën që të lëvizin dhe kështu që
Kjo për momentin për mua nuk është e mundur dhe më duhet të punoj krejt dikun tjetër, mirë po me gjithë dëshirë, me gjithë zemër i bëj, çdo video që e bëj, unë e bëj aty për aty për shkak të kohës që unë e kam shumë të pakët. Mirë po, në një të ardhme shumë të afër, unë do të kem mjaft kohë që ndoshta edhe do të jem live, ndoshta edhe do të kemi edhe një seminar ose një diçka ku njerëzit do t'i shpalosin edhe përvojat e veta për shkak se narcizmi në realitet është si një buqeti me lule të ndryshme dhe edhe pse historitë mund të jenë të ndryshme të njerëzve, në realitet bëhet fjalë vetëm për një gjë dhe ajo është, emrin e ka narcizëm, mirë po shkallën nuk e përcaktojmë ne, e përcakton ata të cilët janë kompetent, apo janë ata të cilët kanë studiuar për te. Unë ju përshëndesje, ju dëshiroj një ditë të mirë, faleminderit.